Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku byrek me shep të njoma. Fillojmë me përgatitjen e brumit. 600 gram miell, 300 ml ujë, 2 lugë uthull, 2 lugë vaj ulliri, edhe 1 lugë krip. Dhe tani do ta përzihem në mikser për 10-12 minuta. Brumi është gati. Marrim një enë edhe hedhim pak vaj. Do ta lëm të pushojë për 40 minuta. Kam marrë 1 kg shep të njoma dhe do t'i presim. Shep t'i kemi grill, tani do t'i lajmë. Shep t'i kemi larë dhe do t'i lejmë që t'kullojnë. Mbasi brumi ka pushuar, do t'hapim petet. Ngjeshim pak brumin me dorë. Do t'a ndajmë në 3 pjesë të barabarta. Fillojmë me hapjen e petës parë. Do ta hapim pak më të madhe se tepsia peten, që ta shtrojmë në fund. Petën e parë kemi gati dhe tani do të lëjmë tepsinë me vaj. Unë kam përdor vaj luledielli. Shtrojmë petën në tepsi. Edhe fillojmë me hapjen e petëve të tjera. Tani petën e dytë e kemi gati, do ta lëjmë me vaj. Kemi pre petën në 8 pjesë, 1 në mes edhe 7 anash. E tani I vëm petë njëra përmi tjetrën. Dhe tani do ta hapim. Këtë petën e dytë do ta hapim sa është tepsia. Marrim tepsinë edhe këtë petën e lëjmë me vaj. Shtrojmë edhe këtë petën në tepsi. Dhe tani kemi shepet, I hedhim pak krip. Hedhim edhe pak vaj. Dhe shtrojmë qepet në tepsi.
Edhe do t'i shtojmë 200 gram djathë të bardhë. Dhe tani do të hapim petën e funit. I hedhim vaj. Fillojmë ta kthejmë në mënyrë që ta mbyllim byrekun mos na hapet. Marrim një vezë, edhe do të marrim vetëm të bardhën e vezë. Me një furçë e lejmë byrekun vetëm me të bardhën e vezës. Dhe tani byreku është gati për në furrë, do ta pjekim në 220 gradë për 40 minuta. Byreku është pjekur, e kemi hequr nga furra dhe do ta lëmë që të ftohet. Të dashur miq, kjo është receta për sot, shihemi në videon tjetër.